Të tjera zhvillime, Prokuroria Evropiane EPPO po kryen kontrole në Kolegjin e Evropës në Bryzh të Belgjikës dhe në Shërbimin Evropian për veprim të jashtëm të BE-s në Bruksel në kuadër të një hetimi të nisur për mashtrim të dyshuar lidhur me programet e trajtimit e trajnimeve të financuara nga BE për diplomatët e rinj. 3 persona të dyshuar në arrestuar, mes tyre edhe Federica Mogherini, ish përfaqësuese e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme, e cila aktualisht mban postin e rektores së Kolegjit të Evropës, raportojnë mediat në Bruksel. Me kërkesë të Prokurorisë Evropiane, e cila është miratuar edhe nga Gjykata Federale, ka kryer kontrole në disa godina të Kolegjit të Evropës në Bryzh pranë Shërbimit Evropian për veprim të jashtëm në Bruksel, si dhe në banesat e të dyshuarve. Aktivitetet hetimore mbështetur gjithashtu edhe nga zyra evropiane kundër mashtrimit OLAF, thuhet në njoftim. Në qendër të çështjes është projekti për Akademinë Diplomatike të Bashkimit Evropian, një program trajnimi 9 mujor për diplomatë rinj nga vendet anëtare, i cili ju dha Kolegjit të Evropës nga Shërbimi Evropian për veprim të jashtëm gjatë periudhës 2021-2022 pa asnjë procedurë pra tenderimi. Ndërkohë që Kolegji i Evropës, kujtojmë gjithashtu se ka blerë ndërtesën në vitin 2022 në një periudhë të vështirë financiare, ndërsa bëhet me dije se është arrestuar edhe Federica Mogherini, e cila është rektore e këtij kolegji, dhe gjithashtu zonja Mogherini ka mbajtur edhe postin e lartë si ish përfaqësuese e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme. Mirë, ne kemi britur